Edhe pse eksportet shqiptare tregojnë shenja jete, në muajin tetor ato u rritën vetëm me 1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithatë, nën sektori fasonerisë po përballet me vështirësi të mëdha, duke u zhytur gjithnjë më shumë në një situatë të komplikuar ku eksportuesit shqiptar kanë shumë të vështirë të dalin. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, muajin e kaluar në tregjet e huaja u dërguan vetëm 4.000 ton tekstile dhe këpucë, duke shënuar një rënje prej 2.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Bizneset po tentojnë të shohin për tregjet e reja, por në radhë parë duhet parë si mund të tamponohet kjo hemorragji e rënjes së përqindjes së eksporteve, e cila në vetvete përkthehet në rënje të punësimit, në rënje të ardhurave të bizneseve dhe automatikisht në një pamundësi për të investuar, dhe këto janë kushtet primare për të bërë ballë dhe për të pasur mundësinë për të adresuar drejt tregjeve të reja. Rritja pagës minimale nga 400 në 500 euro duket si një ndihmë për punëtorët e sektorit të fasonerisë dhe jo vetëm. Por së bashku me zhvlerësimin e euros, kjo mund të rrezikojë falimentimin e shumë fasonerive. Përtej sektorit tonë, mendoj që sektori privat për çfarëdo lloj rritje të pagës minimale që mund të ketë është një gjë nga një anë është detyrueshme duke pasur parasysh rritjen e çmimeve, por nga ana tjetër kjo rritje në rast se nuk ndihmohet ose nuk mbështetet paralelisht me incentiva nga ana e qeverisë për ta forcuar dhe për ta solidifikuar biznesin, patjetër që do jetë, si të themi, një goditje tjetër për të gjithë llojet e bizneseve shqiptare. Edhe pse partnerët kryesor tregtar të vendit mbeten vendet e rajonit, sipas të dhënave nga Instat, ka patur diversifikime edhe në vendet afrikane apo ato aziatike.